Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jalla në jetën e besimtarit. Edhe pak para se të vija, edhe po bëj një përsëritje të materialeve që kam përgatitur për ditën e sotme, edhe ju riktheva një libri që ka shkruar Sheikh Muhammad al-Ghazali, rahmet past. Edhe kur përmendet Sheikh Muhammad al-Ghazali, ty më njëherë mendja shkon tek temat e mendimit edhe largpamësisë së një thirrsi të pjekun, që sheh realitetet e sotme dhe bën disa analiza dhe jep receta për të dalë nga bataku para ummeti islam. Mirpo ai ka një libër që titullohet Arti i Zikrit edhe i Duas, edhe që mendoj se patjetër duhet më përkthyer ai libër në gjuhën shqipe, sa shumë i dobishëm. Edhe në të tjera përmend diçka, do thotë që sprova kryesore e jetës së njeriut është fakti se Zoti e ka kriju nga balta, nga dheu, edhe sprova e tij e madhe është aftësia për të ngrit drejt qiellit, për të nalsu, jo për të bërë melek. Jo për të bërë melek, po nëpërmjet aftësisë që Zoti i ka dhënë, edhe nëpërmjet mundësive që Allahu azza wa jall i ka dhënë me unalsu edhe për te melekëve. Edhe cili është detaji kryesor, edhe lana kryesore që e ndihmon njeriu për ta bërë një gjatë të tillë në jetë, është dhikri i Allahut azza wa jall. Prandaj sa më shumë që njeriu përkushtohet në dhikrin e Zotit të tij, aq më shumë fillon edhe shkputet nga toka drejt qiellit, duke me të njëri në kam si Allahut azza wa jall. Për këtë, në librin që po lexojmë dhe po shpjegojmë për ti, ndër dobit e dhikrit, përmend faktin se dhikri është jetë për zemrën e njeriut, është gjallëni për zemrën, e gjallënon jetën e njeriut. Edhe sjell këtu një fjalë shumë të madhe të Imam Ibn Taymiyes, Allahu mëshiroft, i cili thotë që dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Fa kayfa yakunu halu samaki idha faraqa al-ma? Si mund të jetë gjendja e peshkut kur ndahet prej ujit? Po ashtu edhe njeriu në raport me dhikrin e Allahut azza wa jall. Sa më shumë që njeriu e përmend Zotin e tij, edhe këtu në klapa, kujtoni, kemi përmendur edhe në derset e kaluara, shumësinë e dhikreve edhe duave që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar nga momenti kur hapim syt edhe deri kur kthehemi edhe shtrihemi për të mbyllur syt në harkun e 24 orëve. Shumësia këtyre dhikreve dhe duave e mëson muslimanin edhe besimtarin që me ju përgjigj Allahut azza wa jall, i cili urdhon në Kur'anin famullar që o ju të cilët keni besu, udhkurullaha dhikran kathira. Pra bani Allahut shumë dhikr. Shumë dhikr. Për shumësia e dhikrit do të thotë, sikurse e gjejmë të shënuar edhe në librat e matë të diturve, se edhe namazi, që është shtylla kryesore e fesë, dhe është adhurimi më i madhnueshëm në Islam, ka momente kur është i papëlqyeshëm për t'u falë, për t'u kryer. Ka disa momente kur themi që nuk bën me u falë në këtë orë. A është kështu apo jo? Ka disa momente kur nuk bën për me u falë. Mirë, po nuk ka asnjë moment kur nuk bën për me bërë dhikr. Dhikri është lana kryesore, edhe thelbësore e jetës së besimtarit, edhe jetës së muslimanit. Prandaj, ne lexojmë se jeta e zemrës nuk realizohet përveçse me anë të dhikrit. Prandaj, sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut azza wa jall gjatë ditës së tij, do kemi thënë formulat e dhikrit janë të shumta, e mbyllëm dersin e javës së kaluar me këtë. Formulat e dhikrit janë të panumërta. Ti edhe aftësia jote, ti edhe përkushtimi jot për të shtu. Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam pafundësisht lutje e dua e dhikre për ta përmend Allahun azza wa jall në çdo moment të ditës edhe natës sonë. Fa sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut azza wa jall, aq më tepër vërteton gjallëninë apo jo të zemrës së tij. Afër me dhikrin e Allahut azza wa jall, nalt. Larg dhikrit, poshtë.
Meseleja shumë e thjeshtë edhe shumë e qartë, nuk ka të bëjnë se a e du unë, a nuk e du unë, a më pëlqen mua, a nuk më pëlqen mua, a e don apo jo dikush tjetër, apo i pëlqen apo jo dikush tjetër, jo. Kjo është Kur'an, kjo është traditë e pejgamberit alayhis salam, kjo është feja jonë. Tamam. Edhe u ktheva tek një ndër kryeveprat e landës së sufizmit, që është shpirti i Islamit. Vepra e madhe e Imam Qushairit, Risal Qushairia. Në risalen e tij ka disa argumente jashtëzakonisht të rëndësishme për marrëdhënien e të parëve me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, edhe konkluzionet e më të mëdhejve edhe më të mirëve të këtij ummeti në lidhje me mirësinë edhe dobinë që ka dhikri në jetën e njeriut. Ai i referohet te shehut të tij, që e përmend në librin e tij si profesori, shehu, për Sheikh Ali Daqqaqun, Allahu mëshiroft, thotë: "Wala yasilu ahadun ila Allah Ta'ala illa bidawami dhikri." Nuk mund dikush të mbritet tek Allahu i madhruar përveç se me vazhdimsinë e dhikrit. Kjo është konkluzion nga ajeti kuranor, që sa po e citum, dhikrën këthira, sa më shumë dhikr. Kur Allahu Azza wa Jall të thotë, bani sa më shumë dhikr, për çfarë e ka këtë? Për të mirë don apo për çfarë? Për më na afru më shumë me mandinë e tij Azza wa Jall. A nuk thotë edhe për namazin wa aqimis salata li dhikri? Do të thënë realizoje namazin për të përmendur mua. Por nëse shtylla kryesore e Islamit ka për qëllim me e çu njeriu tek dhikri i Allahut Azza wa Jall, kuptojmë rëndësinë edhe madhështinë e kësaj lane për të cilën ne po flasim. Po ashtu thoshte se dhikri është Allah, kjo është shumë e madhe. Dhikri është dekreti i vilajetit. Vilajetit të kenujt e ulia, domethënë. Keni dëgjuar që thonë kjo është eulia e Allahut, kjo është eulia të njerëz eulia. Për kë thonë eulia? Të thënë të pikum, të njerëz të përsosur drejt përsosmërisë, njerëz të arritun në sjelljen e tyre, në moralin e tyre, në adhurimin e tyre, në marrëdhëniet e tyre, është eulia. Për çfarë thotë Sheikh Ali Daqqaqu, Allahu mëshiroft, thotë dhikri është dekreti i vilajetit. Prandaj atij që i jepet mbarësi në dhikr, i është dhënë dekreti, e kujt i mohohet dhikri, ai është shkarku. Keni ure që thonë, u emru filani, u shkarku filani, në këtë post, në atë post. Po nëse e gjen veten tënde që të është dhënë marrësia e dhikrit, pra marrësia për të bërë dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe e shijon dhikrin e Allahut Azza wa Jall, thuaj elhamdulillah, inshallah taala jam në rrugë të marr. Por jo me e pa veten për këtë. Se në momentin që fillon me e pa veten, dikush bjen, kjo nuk është për me e pa veten. Kjo është për me pa mbarësinë dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall ndaj nesh, nëse arrim në këtë grad. Kur ishim studentë në mezhliset e disa prej hoxhallarëve tanë, edhe po kujtoj këtu kryemiftin ton të madh, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxhën ton të madh. Një herë po fliste hoxha dhe një person aty bërtiti me të madhe, Allah! E kapi kështu ajo gjendje emocionale. Edhe u hodh. Kësaj në gjuhën arabe thonë hal. Hal. Gjendje emocionale, gjendje kështu shpirtënore. Edhe hoxha ndaloi dersin edhe qeshi dhe i tha, dëgjoj më mirë. Meseleja është me e kap ne halin, jo me na kap ne hali. Pra me e mizotru ne këtë gjendje, jo ajo me na mizotru ne. E kjo është më reagim emocional. Ne nuk duam reagime emocionale. Duam me i mizotru ne, edhe i zotnu ne gjendjet emocionale. Se për ndryshe pastaj do thuj, nëse ti mburresh se i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, do thu po unë bëj dhikr. Tamam, dhikri jot atë ndihmon për me e përsos adhurimin e përditshëm, apo dhikri jot është thjesht një formalitet që ti thu unë e kam kryer dhe si të thush e kam lexuar atë hisën e sotme, si me lexuar një faqe gazetet. Dhikri nuk është për rutinë. Dhikri është për me e zhvillu jetën e zemrës edhe me e zhvillu njeriu edhe me e rrit në aspektin e besimit. Me e ba me rrit në një grad që ka vetë besim me Zotin e tij, ka bindje të palëkundshme në Zotin e tij,
Po jo për aftësinë tonë, jo për arritjen tonë, po për mëshirën dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall ndaj nesh. Thot Dhunnun al-Misri, Allahu e mëshiroft, men dhekër Allah Ta'ala ala al-haqiqa, ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, ashtu si duhet, ati i harrohet në gjendjen e dhikrit çdo gjë përveç Allahut. Aja është hakikati i dhikrit. Do të ti ulesh në baz dhikr edhe parasysh në kret gjendjen tënde, në jetën tënde, në momentin tënd, për te ti është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ju kemi ulur në baz dhikr edhe nesha futbollit, gruaja, fëmia, borxhi, fatura, kjo ajo, fundi i muajit, fillimi i muajit. Oho. Ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, pra ka arrit një grad që dhikri i tij e shkput nga çdo gjë tjetër përveç Allahut, e ruan Allahu atë nga çdo gjë dhe ja kompenson me mëshirën e tij çdo gjë që ai mund të humbin në këtë moment që është ulë dhe po i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, edhe e mbron nga çdo gjë, pra nga çdo ligësi dhe nga çdo keqje që mund ta rrethojnë atë edhe në atë moment që ai po i bën dhikr Allahut Azza wa Jall. Domethënë, esenca e dhikrit është me arrit besimtari dhe muslimani që kur të ulet për të përmend Zotin e tij, kjo është diçka e papërshkrueshme o të dashur. Imagjinoni tash në njënit prej nesh i bjen telefoni tash. Sinqerisht, i bjen telefoni tash. Dhe kush është baba, nana, gruaja, fëmia, dikush, ani. Mirë po shoh e lajmëron, i thot urgjent në shtëpi marrë se na kanë lajmëruar nga presidenca, vjen presidenti, mos i gjys orët, mos një orët, ku diun. Do të shkojnë, do të përgatitet, është diçka një gjendje e papritur për atë. Është më i madh i vendit. E patjetër që duhet me respektu, me ndëru, edhe mirë po si me respektu, si me ndëru. Fe imagjino kur krijuesi i gjithësisë të ka leju ty që ti me hinë huzur të ti. Do të mundesh me ndajt përpara presidentit, përpara kryeministrit, përpara një drejtuesi të madh, edhe me dorë në xhep, tu kru, tu sjell, tu fol, tu bisedu, djathas, majtas, të gjerë celularin, të gjerë të lujt në celular, ku diun se ç'a. Jo, nuk e bën dot. E bën. Por është jo etike, edhe dikush mund të tërheqin vëmendjen, mund të bëjnë shenjsi, ka një protokoll. Tep Allahu Azza wa Jall që ka kriju gjithësinë. Edhe çaj jetin në tanë të gjithësi. Çaj jam unë në tanë të Shkodër për shembull. Jo që në Shkodër. Çaj jam unë që po flas, pa me hymë ulan në bun. Sa jam unë begidashtan, pa me hymë ulan në bun. Sa jam? Asisën. Ai matan, ndoshta as nuk e shef se a është dikush të ula apo jo. Jo që në Shkodër. Dhe po në tanë Shqipnin, po në tanë botën. Po kur fluturojmë nëllë dhe ka raste kur vim, sidomos kur vim nga Austria, nga Vjena, kalojmë të përmi Shkodër, dhe shifet Shkodra, subhanallah, po sa shifet, i hartë shumë e bukur, po sa e vogël është o Zot. Mirë po mbrenda asaj hartit vogël, është edhe kjo xhamia e jonë. Mbrenda kësaj hartit jemi edhe gjithë secili prej nesh. Mbrenda asaj harte që mund ta shohin dikush që vjen për shembull nga ajo rrugë, është edhe ky që flet. E sa është? As nuk shifet. Po për te kësaj e për te asaj. Zoti i kretë kësaj, të ka dhanë leje zotnisë tane edhe mu, që me hinë huzur të ti, edhe mi ba dhikër ati. Allahu Ekber, duhet më dridhë për Zotin. është madhështore, veç me e mendu këti. Allahu Ekber, Zoti mi e pleje, mu me përmend emrin e ti, Allahu Ekber. Madje kam gjetë, dhe një prej shënimeve të matë parve, prej të cilëve merret fjala, thot, po të mos ishte urdhni i Allahut Azza wa Jall që unë me i ba dhikër, nuk do të kisha ba dhikër. Unë me përmend emrin e tij, kush jam unë? Unë me përmend emrin e Allahut Azza wa Jall? Unë mule me ba dhikër? Allah, kush jam unë, për çfarë jam unë? Hiç. Po Allah Azza wa Jall don me na nalsu nëpërmjet dhikrit të tij. Edhe këtë sikur se thash, e ka ba një adhurim që nuk ka kohë. Çdo adhurim ka kohë. A mundon sot më thanë nesër vëllezër në Rom inshallah taala, nuk na ka dalë Ramazani si vjeçëm, nesër inshallah nisim agjërimin e një Ramazani ekstra. Kush është dakord të çojë dorën? Do na meninu 30 ditë Ramazan plus. Po për inshallah çai kanë ulti. Çka ka morë? S'ka një Ramazan një muaj është ai.
Vëllezën në rumë sot, jo 5 vakte, po 10 vakte. Kush është dakord? Hëmër, qa ka ky? E ka caktu zoti 5, nuk ka 6 as 10. Mirë, pro, edhe këto 5, në një moment të caktuar, nëse ti e ke vonu ose për një arsye të caktuar nuk e arrit me fal në kohë, ka disa kohë kur ti nuk bën me u fal. Dhikr bën, ba dhikr në çdo kohë. Për të tregu peshën dhe madhështinë, sikurse e përmendëm. Është pyet një prej të diturve të shkuar se ne i bëjmë dhikr Allahut, por nuk e ndjejmë amëlsinë e tij në zemër. Edhe kjo është provë. Edhe dikur sot dakord të mbaj dhikr, por nuk nni asgjë. A nodh? Nodh. Drun kret, copo akullit. Allah. Ai çfarë thot? I thot falenderojeni Allahun, ihmedullahi ta'ala, ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Falenderojeni Allahun që e ka zbukuru një gjymtyr prej gjymtyrëve tuaja me bindjen ndaj tij. E gjuha ju është të ju bindë Allahut azza wa jalla, thuaj alhamdulillah. Po s'nigja. Thuaj alhamdulillah. Sot nuk nin, nesër nin inshallah. E fëmia që nis për me ec, edhe bën ato hapat e parë dhe bjen, me i thanë, rrit tash ndajmë se ti zin me ec. I bëjmë mirë apo i bëjmë dëm? Jo, gëzohemi madje kur bjen edhe qeshemi. Thime, mashallah. O, shife djali, o, shife vajza, o, mashallah, hajde. Një hap, 2 hapa, 3 hapa, tamam? Bjen qohet, kamadoras. Po pse aty kemi durim edhe kënaqemi, kur fëmia jon bjen edhe qohet, sa ashtu ke mësu. Në dhikr thotë efendiu që unë nisa me pas dhikr, por nuk një asgjë. E le për çfarë dhikri punë pradash. Allah. Ti në hapat e parë bre, ti s'din me ec. Thoni grave se është edhe për gratë këtë dersi. A më dëgjojnë gratë atje? Nuk dëgjojnë. Ti si imam e ke për detyrë me ja çu mesazhin. Bënë bre, falenderojnë Allahun azza wa jall që ka leju edhe ka tërhek një gjymtyr prej gjymtyrëve tuaja për me u bën atij. Elhamdulillahi rabbil alamin. Gjuha jeme i bën dhikr Allahut. Po s'nigja, po ti je mret për si bën dhikr Allahut. Hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe marrim kthesën për të ul, edhe për të përfunduar dersin e kësaj dite. Është një hadith i transmetuar në disa forma, në disa rivajete, po që ka një rëndësi shumë të madhe në këtë kontekst. Rivajeti i Imam Enes, i Hazreti Enes ibn Malik tek Imam Tirmidhiu, por jo vetëm. Thotë, kur të shihni kopshtet e xhennetit, uluni edhe me përkthy fjalë për fjalë kullotni aty. Do të thënë përfitoni, ulni, qetësoni, hani, merrni, pini. Kur të kaloni pranë kopshteve të xhennetit, uluni edhe përfitoni edhe. I thanë, çfarë janë kopshtet e xhennetit ja Rasulullah? Tha, majalisu dhikri. Majalisu dhikri. Në një transmetim tjetër, hilaqu dhikri. Pra mezhliset e dhikrit ose hallkat e dhikrit. Hallkat e dhikrit edhe dietarët tonë e kanë ndakte në 3 drejtime. Ose hallkat edhe mezhliset e dhikrit, dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ose një mezhlis i dijes, si ky që jemi, që edhe ky ka për qëllim dhikrin e Allahut azza wa jalla, dhe gjendja e dhikrit është këtu që dominon, ose leximi i Kuranit, që është ndër dhikret më të mrekullueshme, është fjala e Allahut azza wa jalla, nuk ka më të mirë se fjala e Allahut azza wa jalla. Fe je ul për të lexuar Kur'an, je ul për të bërë dhikr me një palë të spi apo jo në dorë, je ul në një mezhlis të dijes, ti je në një hallk prej hallkave të dhikrit. E përfito për sa më shumë? Dhe me thanë, përqëndrohu, lutu, përkushtohu, pënohu, drejtohu Allahut azza wa jall, ti edhe hapësia jote për të përfitu nga kjo mundësi e madhe. Kanë thanë, kërkojeni amëlsin në 3 gjana. E para, namazi, ke parasysh nga një herë të lidhësh në namaz dhe thu, o Zot, kam fal një namaz mram, ose para një jave, ose para, o Allah, duket si sigur kam bërë mirazh. Ju ka nodh? Jo nodh. Po ka raste që falim dhe namaz që e kryme. Sa me la taken. Tamam? Amelësia në namaz. E dyta, amelësia në dhikr.
Dhe ka një moment që ti ulesh edhe i drejtohesh Allahut Azza wa Jall i shkëputur nga kretë gjithësia, sikur se Zoti urdhon në Kur'an, wa tabattal ilayhi tabtila, dhe thënë veçohu. Kan thënë më e pakta kësaj njeriu më ul edhe me syt. Edhe me ju drejtu Allahut Azza wa Jall, e më ka më syt ta shkput. Por ka një moment që ti thu la ilaha illa Allah, thu Allah, merr frymë dhe thu një dhikr për dhikrave, thu Allah. Me ta fal krejt botën për atë. Amelsi që nuk ka përshkrim. Amelsi që nuk ka përshkrim. Edhe e treta, ka thënë leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, Allahu Ekber, ka raste që ti lexon një pjesë kuranore duke sikur ty është duke t'u shpall ajo, në atë moment, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Edhe ti hyn në mendime, e mbyll Kur'anin, shpleton manshënime, zgjanohesh, thu Allahu Ekber, o Allah, o Allah. E jashtëzakonshme. Amelsi, dritë, madhështi, diçka pa përshkrueshme. Dhe kanë thënë që nëse nuk e gjeni amelsin në këto 3 vende, dijeni se dera është mbyll. E me u mbyll dera është problem. Mirë po me u mbyll dera, a mund të hapet? Hapet. Me tobe, me istighfar, me dhikr, me pendim, me lutje. Allah Azza wa Jall na hap derën të dashurit e mi, që mos bëhemi kështu pesimist. Edhe e fundit kanë thënë, kur dhikri zëvend në zemër, edhe kjo është madhështore krejt. Kur dhikri zëvend në zemrën e besimtarit, nëse ati i afrohet një shejtan, e dini që i ndodh shejtanit? E kap krizë epileptike. Zoti na ruaj ne dhe dashin ton prej asaj sprov. E kap krizë epileptike. Thot dhe shejtanët për rreth tij, atë e njohin thonë, "Ore çka ka ky?" Thot qad massahu al-ins, ka shkel në njerëz. Allah. Ne dim ka shkel në gjin. Tu thot ka shkel në njerëz. Allahu Ekber. Ka shkel në njerëz. Dhe kjo është madhështia e dhikrit të dashurit e mi. Që mos të ketë dikush frikë dhe mos të rridhet si për teka kur përmendën gjint apo shejtant apo. Ka shkel në njerëz. A keni dëgjuar për këtë? Ka shkel në njerëz. Që ta hekim dhe ka shkel në gjint. Ka shkel në njerëz. Pa Allahu subhanahu wa taala na i ndriçoft zemrat tona me përmendjen e tij, edhe na bëf për atyre që e shtojnë dhikrin e tij ditë natë, edhe afrohen në mendin e tij te baraka wa taala nëpërmjet rrugëve të shumta e të panumërta të dhikrit, sepse aty është esenca, aty është thelbi, aty është mirësia, edhe aty është rruga drejt çdo të mirë për këtë botë edhe për të ardhmen. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.